nderuar mysafir, të dashur bashkëdhetar, i nderuar Ministër Sfeqla, Ministër Hoti, Zoti Lulzim Jashari dhe i nderuar Rilind Gërvalla, drejtor i Radio Televizionit të Kosovës. Mirë se vini në manifestimin përkujtimor, kulturor, kurora e lirisë këtu në Bern. Sot jemi mbledhur së bashku për të kujtuar një kapitull të lavdishëm të historisë sonë, për të nderuar sakrificën dhe për të mbajtur gjallë kujtesën për ata që dhanë gjithçka për lirinë e Kosovës. Prekazi është simbol i qëndresës, i dhimbjes dhe i krenarisë sonë kombëtare. Epopeja e ushtrisë çlirimtare të Kosovës mbetet një moment që bashkon shqiptarët kudo që janë në botë. Ky manifestim është një homazh për familjen Jashari, për të rënët për liri dhe për idealin i cili vazhdon ndërbreza. Atëherë për të hapur zyrtarisht të manifestim dhe për të na përshëndetur në emër të organizatorëve, ftojmë në skenë zonjën Mirisha Limani Hiller, e cila do të mbajë një fjalë rasti. Zonja Hiller, skena për ju. Sot nuk jemi mbledhur këtu vetëm për të kujtuar historinë. Jemi bashkë për të nderuar një sakrificë që i dha kuptim lirisë së kombit shqiptar. Prekazi, të gjithë e dimë se nuk është më vetëm një vend në hartë, ai është një betim i përjetshëm i shqiptarëve për liri, dinjitet dhe bashkim kombëtar. Sakrifica sublime e familjes Jashari na obligon të jemi bashkë si kujtesë gjallë e lirisë. Shumë i dashur Lulzim Adem Jashari, ardhja juaj nga Prekazi në mesin e mërgatës shqiptare në Zvicër nuk është vetëm emocion dhe krenari. Ajo është dëshmi madhështore e peshës së frymëzimit, e ruajtjes dhe kultivimit të idealeve të unitetit të bashkimit kombëtar. E ndritur rinia jonë shqiptare, të dashur familje të dëshmorëve që jetoni në Zvicër, të nderuar përfaqësues të institucioneve të Republikës së Kosovës, Ministër Andin Hoti, Ministër Gjelal Sfeqla dhe parlamentar nga Kuvendi i Republikës së Kosovës dhe Kuvendi i Republikës së Maqedonisë. E respektuar kryetare e Kuvendit të Republikës dhe kantonit të Gjeneves Ana Rok. Të dashur të pranishëm, jo vetëm nga Zvicra, por edhe nga mërgata e Francës, Gjermanisë, Turqisë, Italisë dhe vendet e tjera, të respektuar ambasador dhe diplomat të Republikës së Shqipërisë, të Republikës së Kosovës dhe të Republikës së Maqedonisë në Zvicër, mirë se keni ardhur në manifestimin tuaj kurora e lirisë. Ndjehem thellësisht e emocionuar dhe mirënjohëse që sot, edhe pse largat dheut, jemi bashkë për të përkujtuar një nga kapitujt më të rëndësishëm të historisë sonë kombëtare. Muaji i mars për ne nuk është vetëm muaj i pranverës. Marsi është muaji i beslidhjes së Legjës, është marsi i vitit 1981 i kryengritjes studentore të Kosovës me një thirrje të qartë për liri. Ajo thirrje nuk u shua kur. Është bartur nga demonstratat e studentëve të qëndresa e popullit. Është bartur deri te sakrifica e shenjtë e Prekazit, ku komandanti ynë Adem Jashari dhe e gjithë familja Jashari e shndruan atë thirrje në një betim të përjetshëm për liri. Marsi na përkujton po ashtu hapjen e mësonjtores së parë shqipe në Korçë, ditën ndërkombëtare të gruas, që nderon rolin dhe kontributin e grave në shoqëri. Mbi të gjitha, është muaji i epopesë së UÇK-s. Më 5, 6 dhe 7 mars më 1998 në Prekaz, ndodhi një luftë mes forcash të pabarabarta, ku rënja heroike e familjes Jashari u bë simbol i rezistencës dhe i luftës për lirinë e Kosovës. Ajo u bë një zë që të i kaloi kontinente dhe i dha emër kombit ton. Kurora e lirisë
mban frymen e një historie të gjatë përpjekjeje. Kjo kuror mban dekadat dhe djersën e mërgjimtarëve që punon në tokën helvetike që nga vitet e 60-ta. Mban hijet e të përndjekurve politik që jetuan në ilegalitet, peshen e trungjeve familjare të ndarë, latët e fëmijëve që u rritën pa prindër. Kurora e mban edhe melodin e ninullave që u këndohen foshnjave këtu në gjuhën shqipe, zërin që përtej brigjeve dhe deteve vinte nga dheu. Mbi të gjitha, ky manifestim përkujtimor dëshmon se edhe në zemrat e mërgatës është gravuar përgjithmonë vula e lirisë së popullit shqiptar, për cilën duhet të përkujdesemi përgjithmonë. Sakrifica e shenjtë e 20 pjesëtarëve të kryefamiljarit Shaban Jashari, së bashku me të afërt dhe banor të lagjës Jashari të rënë në prekaz, është nocioni më përmbajtësor i ruajtjes dhe dinjitetit, identitetit kombëtar dhe çmimit të lirisë. Adem Jashari nuk është vetëm një figurë e pavdekshme, ai është simbol i qëndresës shqiptare, ai është fryma që bashkoi një popull rreth idealit të lirisë. Vepra e familjes Jashari është dashuria për paqe universale që nuk mund të thyhet e të luftohet me asnjë mjet. Ndërsa prekazi është vend pelerinazhi i popullit shqiptar. Sot, emri i Adem Jasharit është thirrje për unitet, kujtesë për përgjegjësi dhe dritë që vazhdon të ndriçojë rrugën e bashkimit të kombit tonë. Në këtë manifestim përkujtimor, një nderim i veçantë u kushtohet edhe familjeve të dëshmorëve që jetojnë në Zvicër. Këto familje janë sot me ne. Ato nuk përfaqësojnë vetëm lidhjen e gjakut, por janë dëshmi e sakrificës, kujtesës që nuk shuhet kur. Dhe tani, të dashur, të pranishëm, në nderim të sakrificës sublime të familjes Jashari dhe të gjithë dëshmorëve të lirisë, ju ftoj të ngriteni në këmbë për 1 minutë heshtje. Lavdi komandantit të kombit ton Adem Jashari, lavdi dëshmorëve të rënë në prekaz, lavdi të gjithë dëshmorëve të lirisë së Kosovës. Qoftë kujtimi i tyre dritë në përgjithësinë tonë njerëzore dhe udhërrëfyes për brezat që do të mbajnë gjallë idealin e lirisë. Ju falemnderit. Falenderojmë zonin Hila për fjalën e saj, sikundër falenderojmë edhe për praninë e tij ambasadorin e Republikës së Shqipërisë, shëqësinë e tij zotin Dreda, mirë se ardhe zoti ambasador, sikundër që përshëndesim edhe ambasadorin e Republikës së Maqedonisë së Veriut, si dhe zëvendës ambasadorin e Republikës së Kosovës, zonin Ramadani. Faleminderit të dashur kor diplomatik, faleminderit për nderin që na bëni, sikundër edhe zgozoni të mos jeni në këto manifestime. Faleminderit shumë. Rreth flamurit të përbashkuar, me një dëshire, një qëllim, të gjitha tje duke u betuar, ta lidhim besën për shpëtim. Prej luftesve qa i largohet, që është i lindur tradhëtar, kush është burrë nuk frikohet, por vdesi një dëshmor.
Prej luftësve qa I largohet, që është I lindur tradhëtar, kush është burrë nuk frigohet, por vdesi një dëshmor. Juftojmë të ndiqni një interpretim me lahut të këngës epike në prekas Kara Stohia, një këngë që sjell në kujtesë shëndresën dhe sakrificën e popullit tonë ndërshekuj. Në prekas e o pas Kara Stohia, që servin dojnë me veroj mëroj dojnë me plëshkin të kanë hajrullën e përnë plëqin ësin të kanë hajrullën e përnë mërtënë Dhe tani kemi nderin të ftojmë një personalitet të shuar të kulturës dhe mendimit shqiptar. Profesor Agim Vinca është poet, studius dhe akademik I njohur në një figurë rëndësishme e kulturës shqiptare dhe jetës akademike në Kosovë dhe më gjërë. Ftojmë profesorin Agim Vinca për një fjalë rasti. Të dashur bashkëdhetar, I dashur Lulzim Adem Jashari, të nderuar ministra, deputet, ambasador e të tjerë, vëllezër dhe motra, zonja dhe zotërin. Fjala që do të paraqes është një verzion I shkurtuar I fjalës së botuar të broshurës dhe I shkruar pas zhvillimeve të fundit në Kosovë, skenën politike. 28 vjetë më parë, në fshatin Prekazi poshtën të Drenicës, ndodhi një bëmë madhështore. Një familje luftoi me një shtet dhe një ushtri. Në historinë e njerëzimit,
Rallë ka ndodhur që një familje të flijohet për lirinë e vendit. Sakrifica e familjes Jashari është pothuajse rast unik në botë. Edhe 2 herë të tjera më parë që rrethuar kulla e Jasharëve, pas rrethimit të dytë, janar 98, pushteti serb nëpërmjet emisarëve të tij u kishte ofruar Ademit dhe Hamzës garanci për t'u larguar nga Kosova, por ata natyrisht nuk kishin pranuar, sepse nuk ishin të sojt të atyre që braktisnin rrugën në të cilën ishin nisur, e aq më pak tokën që i kishte lindur dhe i kishte rritur. Nuk e kishin veshur uniformën e UÇK-s që ta zhvishnin dhe nuk i kishin gjeshur armët që t'i dorëzonin. Njerëz të fjalës e të besës, Jasharajt i madh dhe i vogël ishin të vendosur të luftonin deri në pikën e fundit të gjakut. Lufta ishte e pabarabartë, por kjo e bënte edhe më madhështore. Në ato 3 ditë qëndrese, unë gjesh drama tragjike e Kosovës që i tregoi botës se këtu jetonte një popull që ishte i gatshëm të sakrifikohej për lirinë e vetë. Homeri, te Iliada e tij, thot se për të kënduar lavdinë e atyre që luftuan në Trojë, nuk mjaftojnë 10 gjuhë dhe 10 gojë. Shëmbëllyes Homerit, ne do të mund të thoshim se për të kënduar atë që ndodhi në Prekaz, nuk mjaftojnë jo 10, por as 100 gojë e 100 gjuhë. Dhe drama e 5, 6 e 7 marsit nuk ndodhte në kohën e Homerit, kur luftohej me shpatë e shqyt, as në mesjet, por në fund të shekullit të 20. Dalja e UÇK-s në skenë paraqet një nga ngjarjet më të rëndësishme në historinë kombëtare. Do thënë ndërkaq se UÇK-ja nuk lindi gan, ajo ishte vazhduese e traditës luftarake të popullit shqiptar në shekuj dhe e shpirtit të tij liridashës. Që rol luajti UÇK-ja në kohën kur u shfaq në gjysmën e dytë të viteve 90. Para së gjithash, ajo e mbyti frikën dhe e theu mitin mbi pasyeshmërinë e armikut. E riktheu krenarinë në përkëmbur dhe ndërkombëtarizoi në kuptimin e plot të fjalës çështjen e Kosovës, duke e bërë atë objekt të qendrave botërore të vendosjes. Pa UÇK-n dhe NATO-n nuk do të vinte, pa UÇK-n NATO-ja nuk do të vinte kurrë në Kosovë, dhe pa NATO-n nuk do të çlirohej Kosova më 12 qershor 1999. Kjo është aksion. Dhe ja edhe një aksion tjetër. Lufta e ushtrisë çlirimtare të Kosovës është e pastër si loti. Asnjë gjykat speciale, ajo speciale, nuk mund t'ja bëj gjyqin asaj. Ajo ishte luftë e drejtë, mbrojtëse e me karakter çlirimtar kundër një agresori barbar që synonte pastrimin etnik të Kosovës dhe gjenocid mbi popullin shqiptar. Të nderuar të pranishëm, e djeshmja pa të sotmen nuk ka kuptim, ndërsa të dyja bashkë duhet t'i falen të ardhmes. Më 17 shkurt, Republika e Kosovës i mbushi 18 vjetë, që do të thotë se hyri në moshën e pjekurisë. Republika e Kosovës hyri në moshën e pjekurisë, por klasa politike e Kosovës mjerisht nuk po tregon pjekurinë e duhur. Megjithse kishte kohë dhe mundësi për gjetjen e një zgjidhje për zgjedhjen e presidentit të vendit, kjo nuk ndodhi. Nuk u shfrytëzua shansi për kompletimin e institucioneve shtetërore në mënyrë që Kosova ta vazhdonte rrugëtimin e saj drejt sovranitetit të plot dhe prosperitetit të shumë pritur. Dhe e gjithë kjo ndodh, siç e dini edhe vetë, në një situatë dramatike në botë. Ka ndodhur edhe në vende të tjera kriza të këtilla institucionale, por Kosova nuk e ka luksin e të shkuarit në tripal zgjedhje brenda një viti. Pa dashur ta politizoj fjalën time,
aq më shumë në një tubim si ky, nuk mund të mos them se partitë politike të Kosovës, pozitë dhe opozitë, dështuan të gjenin një kandidat konsensual për president, ndërsa presidentja aktuale pretendente edhe për një mandat unë gust të shpalte dekretin për shpërndarjen e parlamentit. Do të ishte ideale, si kur në vend se në zgjedhje parlamentare të shkojë në zgjedhje presidenciale, por kjo është ligjërisht e pamundur. Të gjitha këto, besoj, duhet të jenë moment reflektimi për faktorin politik shqiptar në Prishtinë dhe jo vetëm. Ata që ranë nderohen duke punuar për popullin e jo duke luftuar për pushtet. Në vend se të sjellim lajme të mira nga vendlindja, ne detyrohemi të flasim për bllokimin e shtetit. Zgjedhjet e jashtëzakonshme po na bëhen të zakonshme, kurse qeverit në detyrë natyre dytë. Nuk tha më kot gjeniu Andre Zhid, më vështirë se të qirohesh është të dhish të jesh i lirë. Të dashur bashkëdhetar, vëllezër dhe motër, jetojmë në kohën e globalizmit, ku lëvizja e popullsisë është bërë trend botëror, por në Shqipëritë tona, ky fenomen ka marrë për masa të mëdha. Unë e di se cilësia e jetës në vendet ku jetoni ju është shumë më e lartë se në Kosovë, në Shqipëri e në Maqedoni. Por, si një idealist i pandrejtshëm, ndoshta edhe iluzionist, gjithmonë kam qenë kundër mendësisë ubi bene ibi patria. Ku është mirë, aty është atë dheu. Mitrush Kuteli, autori i poemit kosovar, në testamentin e tij thoshte: atë dheu është atë dhe edhe atë herë kur të vret. Zvicra, tek jetoni e punoni, ofron mundësi të mëdha dhe ju tashmë në këtë vend nuk jeni refugjat të thjeshtë, por njerëz me kontribute në politikë, në biznes, në arsim e në shkencë. Ju e keni dëshmuar për kushtimin tuaj ndaj atë dheut, dje dhe sot, ashtu si që dëshmoni për çdo ditë, edhe sot, lidhjet me vendlindjen dhe vlerat e saj. Por, nuk është e lehtë të jesh mërgjimtar dhe të mbetesh shqiptar, në një kohë kur identiteti kombëtar rrezikohet në çdo hap, brenda dhe jashtë. Do të mund të flisnim gjatë për këtë temë dhe çështje të tjera të ngjashme, por për të mos e prishur atmosferën, më lejoni ta mbylli fjalën time me një poezi kushtuar Prekazit. E kam shkruar me rastin e vizitës sime të parë pas luftës aty ku flasin të vdekurit dhe heshtin të gjallët. Homazh për Prekazin. Prekazi s'ka godina madhështore. Prekazi s'ka godina të mëdha, as pirgje e kambana madhështore. Prekazi ka kullën e vjetër të goditur nga predhat dhe kullën e re tek përkunden djepët. Pa harruar sigurisht as varret, varret. Prekazi s'është Troj, as Çanakkala, a Termopile. Prekazi është një katund i thjesht që lind e vdes shqip dhe luftën e bën luftë pa hile. Lavdi e përjetshme komandantit legjendar Adem Jashari, familjes Jashari, familjes Jashari dhe të gjithë atyre që ranë për lirin e Kosovës. Lavdi dëshmorëve të kombit, ju falemnderit. Atëherë kemi nderin të ftojmë të nderuarin Ministrin për Familje dhe Vlerat e Luftës, zotin Andin Ukshin Hoti. Faleminderit shumë, nderuar Ministër i Punëve të Brendshme, zoti Xhelal Sfeshla, nderuar kryetare e Parlamentit të Gjeneves, zonja Ana Roh, të nderuar përfaqësues të institucioneve të Zvicrës,
të nderuar ambasadorë dhe diplomatë të pranishëm në këtë sallë, shumë i nderuari profesor Vinca, të nderuar familjarë të dëshmorëve, veçanti shumë i dashur vëlla i gjithë shqiptarëve kudo që ndodhen në botë, Lulzim Adem Jashari, të ndëruar organizator përfaqësues të shoqatave shqiptare në Zvicër, të ndëruar bashkëdhetar, veprimtar të çështjes kombëtare, të ndëruar media, të ndëruar të pranishëm. Është nder i veçantë në fakt të jem sot këtu para jush në Bern në këtë manifestim të rëndësishëm përkujtimor dhe kulturor. Ky manifestim nuk është vetëm një ngjarje kulturore, është një akt kujtese e mirënjohje dhe një akt përgjegjësie ndaj historisë sonë. Sot jemi mbledhur për të kujtuar dhe nderuar një nga kapitujt më të shenjtë të historisë sonë kombëtare, sakrificën e familjes Jashari dhe gjithë dëshmorëve të lirisë së Kosovës. Prekazi nuk është vetëm një vend në hartë në Kosovë. Prekazi është një ndërgjegje. Në mars të vitit 98, aty u shkrua një nga faqet më të ndritshme dhe më të dhimbshme të historisë sonë. Një familje e tërë vendosi të mos dorëzohej përballë dhunës dhe padrejtësisë. Familja Jashari nuk luftoi vetëm për një shtëpi, për një fshat apo për një moment historik. Ata luftuan për dinjitetin e një populli të tërë. Dhe në atë sakrificë sublime, ata e kurorëzuan idealin më të madh të shqiptarëve, lirinë. Marsi i vitit 98 ishte një moment që e bëri të qartë para botës se populli i Kosovës kishte vendosur tashmë të jetojë i lirë dhe pavarësisht çmimit që do të paguajë. Por historia e lirisë së Kosovës është edhe historia e atyre që mbajtën gjallë idealin e saj për në mërgim. Mërgata shqiptare ka qenë dhe mbetet një shtyllë e fortë e historisë sonë kombëtare. Në vitet më të vështira për Kosovën, kur vendi ynë përballej me shtypje dhe padrejtësi, mërgata shqiptare në Zvicër sidomos ishte zëri i Kosovës në botë. Ishte mbështetja morale, politike dhe shpeshherë edhe jetike për popullin tonë. Shumë nga aktivitetet politike, kulturore dhe kombëtare që mbajtën gjallë çështjen e Kosovës në arenën ndërkombëtare u zhvilluan pikërisht këtu në Zvicër. Këtu organizuan protesta, këtu u mbajt gjallë ndërgjegja kombëtare, këtu mbështetën familjet dhe lufta për liri. Ju jeni ura që e lidh Kosovën me Evropën. Ju jeni dëshmia se identiteti mund të ruhet edhe duke integruar, duke kontribuar dhe duke ndërtuar një jetë dinjitoze në një shoqëri demokratike. Kjo është një pasuri e madhe, jo vetëm për komunitetin shqiptar, por edhe për shoqërinë zvicrane. Zvicra është një vend që ka dëshmuar vazhdimisht respekt për diversitetin, demokracinë dhe bashkëjetesën mes komuniteteve. Dhe komuniteti shqiptar është sot pjesë aktive dhe respektuar e kësaj shoqërie. Të dashur bashkëdhetar, sot flas këtu në dy role, që për mua në fakt janë të pandashme. Flas si ministri i Republikës së Kosovës, por flas edhe si biri i Ukshinhotit. Baba im besonte thellësisht se liria e një populli nuk është vetëm një aspirat politike, por një përgjegjësi historike. Ai besonte se liria kërkonte sakrificë, guxim dhe vizion. Bëje ose vdes, thoshte Ukshinhoti. Dhe një familje në Prekaz e bëri këtë thirrje të pavdekshme. Ata mundën frikën nga vdekja dhe i treguan botës se për një popull që kërkon lirinë, vdekja është më fisnike se sa nënshtrimi dhe poshtrimi. Prandaj sot kur përmendim emrin e Adem Jasharit dhe familjes së tij, ne nuk mund të përmendim vetëm një hero apo një familje heroike. Ne përmendim një moment kur historia e Kosovës mori një drejtim të pakthyeshëm. Dhe sot këtu para nesh kemi Lulzim Adem Jasharin, por përballë nesh nuk qëndron vetëm Lulzim Jashari. Ai është amaneti i Adem Jasharit dhe i familjes Jashari. Ai është në fakt mesazhi i tyre për historinë, po edhe për botën, se nuk ka pushtues kriminal apo fuqi në botë që mund ta shuajë shqiptarin dhe dashurinë e tij për liri. Sakrifica e Jasharëve i tregoi botës se një popull i tërë ishte i vendosur të jetonte i lirë.
Sot përgjegjësia jonë është që ka sakrificë ta shndrojmë në një të ardhme më të drejtë, më demokratike dhe më të zhvilluar për vendin tonë Kosovën. Të nderuar të pranishëm, kujtesa historike nuk duhet jetë vetëm një moment për kujtimi. Ajo duhet jetë një udhërrëfyes për brezat e rinj. Brezat e rinj duhet të dinë se liria që gëzojmë sot nuk ka ardhur rastësisht. Ajo është ndërtuar mbi sakrificën, guximin dhe idealin e shumë njerëzve që besuan në një Kosovë të lirë. Prandaj, manifestime si kjo sot kurora e lirisë ka një rëndësi shumë të veçantë, sepse ato e lidhin historinë me kulturën, sepse ato e lidhin kujtesën me identitetin, ato e lidhin brezin e kaluar me brezin e ardhshëm. Përmes këngës, vallëve dhe artit, ne tregojmë historinë tonë. Tregojmë se kush jemi ne dhe nga dhim ne. Por mbi gjitha, tregojmë se vlerat e lirisë, dignitetit dhe solidaritetit janë vlerat që në bashkojnë si këmbë. Të dashur bashkombës, në emër të kryeministit të Kosovës Albin Kurti dhe institucioneve të Republikës Kosovës, dua të shpreh mirënjohjen e thellë për të gjitha shoqatat, organizatat dhe gjithë individët që kanë kontribuar në organizimin e këtij manifesti. Duhet të shpreh mirënjohjen për Këshillin Organizativ të zonën Mirishaja Limani dhe gjithë ju të tjerët që keni bërë të mundur këtë ngjarje madhështore. Dhe dua t'ju falenderoj për punën tuaj në ruajtjen e identitetit ton kulturor dhe në forcimin e lidhjeve mes komunitetit shqiptar dhe shoqërisë zvicrane. Ju falenderoj për gjithçka që keni bërë për Kosovën deri më sot. Ju falenderoj për gjithçka që vazhdoni të bëni për Kosovën sot dhe në të ardhmen, sepse historia jonë na ka mësuar një të vërtetë të madhe. Liria nuk është vetëm një fitore e një brezi, ajo është një amanet që kërkon që kalon nga një brez në brezin tjetër. Prandaj sot, me respekt dhe krenari, përkulemi para sakrificës së familjes Jashari dhe gjithë dëshmorëve të rënë për liri. Lavdi i familjes Jashari, lavdi i dëshmorëve të lirisë së Kosovës, nderim të gjithë atyre që kanë vu qoftë edhe një gur në themelet e shtëpisë sonë Kosovës. Ju falenderit shumë për gjithë. Faleminderit, Ministër Hoti. Tani për një fjalë rasti ftoj Lulzim Jasharin. Përshëndetje vllazërore për bashkëdhëtarët tanë kudo që ndodhen. Përshëndetje për familjet të dëshmorëve dhe të gjithë të rëndëve për liri. Përshëndetje për faqësuesve të institucioneve të Shqipërisë, Kosovës e Maqedonisë. Përshëndetje për faqësuesve të institucioneve zvicrane miq të Kosovës. Të nderuar organizatorë të këtij manifestimi. Të nderuar të pranishëm. Rrugtimi i kombit tonë në histori ishte përpjekje mbi njerëzore për të ekzistuar dhe për të qenë zot në atë dheun tonë. Në themel të krijimit dhe të përparimit të kombit tonë, në të gjitha fushat që ndron flijimi. Për të ruajtur identitetin kombëtar, gjakun, gjuhën, historinë, në përgjithësi lirinë e atë dheut tonë ishte domosdoshme sakrificat deri në flijim. Me këtë rast, kujtojmë epopejën e ushtrisë shqiptare të Kosovës dhe luftën të gjithë shqiptarëve ndër breza nga koha e Skënderbeut e gjerë më sot. Flijimi ishte i domosdoshëm për të ruajtur identitetin kombëtar, flamurin kombëtar, për lirinë e atë dheut. Të kujtojmë për një çast sa shqiptar u burgosën dhe u torturuan për flamurin kuqezi. Sa shqiptar u detyruan të largohen nga atë dheu vetëm se donin lirinë
dhe që në tokën tonë të valën të flamuri kombëtar. Se cili përparem e se cila fitore gjatë historisë sonë është si rezultati sakrificave të panumta, këtë s'duhet ta harrojmë kurrë. Me gjithë këtë, liria nuk është diçka që fitohet një herë dhe e kemi përgjithmonë. Liria, shteti, kombi, duhet të ruhen e të forcohen përgjithmonë. Vlerat dhe simbolet që na bashkojnë si këmbë, gjua jonë sa e lashtë, aq edhe e bukur, zakonet dhe traditat që i kemi trashëguar nga të parët, t'i kultivojmë në të mirë të gjithëve. Flamuri kombëtar, i cili u priu të gjitha betejat tona për liri e pavarësi, duhet të nderojmë e ta mbajmë sa më lart. Të punojmë për kombin kur pa ndalë, të zhvillojmë e forcojmë si dhe të nderojmë gjithmonë. Kombin ton, lirin ton e cënën, mos uniteti e cënën zbeja e vërtyti dhe zakoneve që i kemi trashëguar. Kemi trashëguar një tokë të lashtë që na bashkon dhe s'ka qëllim qiellor që mund të na ndajë. Prandaj juve bashkëdhetarëve të dashur, ju ftoj që të fuqizoni shoqatat kulturore atletare në qytetet ku jetoni. Ju bëj thirrje që të bëni të pamundur në mënyrë që fëmijët tuaj të flasin gjuhën shqipe, që të njohin herojnë tanë dhe sakrificat që janë bërë për liri, që të njohin rënjet e tyre dhe të ruajnë e forcojnë identitetin kombëtar. Të nderuar të pranishëm, në përmbyllje të kësaj fjale, përgëzoj të gjitha shoqatat që kontribuan në organizimin e këtij manifestimi. Duke i falenderuar për ftesën, dua të rikujtoj edhe një herë se lufta për shërim ishte luftë e gjithë kombit dhe kishte vetëm karakter kombëtar. Lavdi të rëndë dhe për liri, për ulje për sakrificën e kombit tonë ndërshekuj, nderimi përjetshëm për ata që na sollën lirin, falenderim për bashkëdhetarët që i qëndruan gjithmonë pranë atë dheut. Ju faleminderit. Në vazhdim kemi nderin që të kemi një fjalë përshëndetje nga përfaqësues zvitran, pra kam nderin që të ftoj zonjen Rok, Ana Rok. Je vais m'exprimer en français. J'aurais aimé le faire en albanais, mais je pense que ce serait un sacrilège aujourd'hui. Donc les salutations protocolaires ayant déjà été faites, je me joins à elles. Mesdames et messieurs, nous sommes réunis aujourd'hui pour honorer une mémoire qui dépasse les générations et les frontières, le sacrifice de la famille Jashari. Le 5, 6, 7 mars 1998 reste gravé dans l'histoire du Kosovo. Ces journées ont marqué un tournant non seulement pour la lutte pour la liberté, mais aussi dans la conscience collective d'un peuple. Après Kaz, la famille Jashari a payé le prix ultime de la liberté. Elle est devenue, et elle l'est encore, le symbole éternel de la résistance albanaise, le symbole d'un peuple qui refuse de renoncer à sa dignité et à son droit de vivre libre. Ce sacrifice immense nous rappelle que la liberté n'est jamais acquise définitivement. Elle est le fruit du courage, de la résistance et parfois du prix le plus élevé. Lorsque l'on visite Prekaz ou Skenderaj, on ressent immédiatement le poids de cette histoire. Ce n'est pas seulement le lieu de mémoire, c'est un lieu qui parle de conscience à chacun d'entre nous. Mais ce souvenir n'est pas seulement rendre hommage au passé, c'est aussi porter une responsabilité pour l'avenir. Nous pensons aujourd'hui à toutes les familles qui continuent de vivre avec les traces de cette période douloureuse, à celles qui attendent encore, plus de 20 ans après la guerre, de connaître le destin de leurs proches disparus. Le devoir de mémoire est essentiel pour que ces sacrifices ne soient jamais oubliés. La diaspora albanaise joue à cet égard un rôle précieux. En Suisse, vous êtes nombreux à faire vivre cette mémoire, à transmettre l'histoire à vos enfants et à maintenir un lien fort avec votre pays d'origine.
Personnellement, au fil des années, j'ai eu l'occasion de rencontrer de nombreux membres de la communauté albanaise en Suisse et j'ai été frappée par leur engagement, leur sens de la solidarité et par l'importance qu'ils accordent à la transmission de leur histoire, de leurs valeurs à la jeune génération. L'exemple de l'organisatrice de cet événement, Mme Mirache Limani-Hilaire, à Genève, mérite d'être souligné. Par son engagement, elle illustre cette volonté de préserver la mémoire et de transmettre la dignité aux générations futures. Cette force de mémoire et d'identité est une richesse, non seulement pour la communauté albanaise, mais aussi pour la société suisse dans son ensemble. Ces moments de commémoration sont importants, car ils rappellent que l'histoire d'un peuple ne se résume pas seulement à des pages d'un livre. Elle vit dans le souvenir, dans les familles et dans les récits que l'on transmet. Aujourd'hui, en honorant la famille Jachari, nous honorons aussi toutes celles et ceux qui ont contribué vers le chemin de la liberté. Leur sacrifice appartient désormais à l'histoire, mais leur message appartient à l'avenir. L'AFDI à la famille Jachari va venir le mëshirit e Kosovës. Ju falenderoj. Ana Rok është kryetare e Kuvendit të Republikës dhe Kantonit të Gjeneves. Më lejoni të kërkoj falje se nuk mundëm të përkthejmë drejt për së drejti, mirë po fjalimin e saj do të gjeni në orën 16 jashtë, një surprizë që ju pret të gjithë. Faleminderit. Merci. Merci beaucoup, Madame Rok. Falenderojmë zonin Rok për fjalën e saj dhe na vjen keq që ndoshta dikush nuk ka kuptuar në frëngjisht, por besoj shumë që do kemi mundësi për të kuptuar ata që se kanë arritur të kuptojnë më vonë fjalën në tërësi. Dashur bashkombas, po i afrohemi fundit të bllokut të parë të këtyre falënderime dhe fjalëve përshëndetse. Kam nderin dhe kënaqësinë që të ftoj para jush zonjen Alida Ramaj, e cila do përshëndes në emër të shoqatave që kanë organizuar këtë manifestim. Zonja Ada. E nderuar familja Jashari, të nderuar antar të familjeve dhe dëshmorëve të Kosovës dhe viseve të ndryshme të saj. Shumë e dashur rini shqiptare, të nderuar përfaqësues të institucioneve shtetërore shqiptare dhe zvicerane, të respektuar përfaqësues të shoqatave dhe organizatave të ndryshme që veprojnë në mënyrë ligjore në Zvicër. Të dashura motra dhe vëllezër, miq të respektuar. Në emër të shoqatave, grupeve organizuese dhe të gjitha shoqërive vepruese në të gjithë Zvicrën, pa haruar studentët tanë të dashur dhe klubet që sot janë me ne, ju përshëndesim me respekt dhe mirënjohje të thellë. Prania juaj sot është një shprehje e ndërgjegjes njerëzore dhe e përgjegjësisë sonë kombëtare. Ajo dëshmon se kujtesa jonë historike është gjallë dhe do të vazhdoj të jetojë e freskët në memorien tonë kolektive pa njohur kufi gjeografik në Europë e mëgjerë. Për ne, në fakt, ky aktivitet shënon një moment historik, sepse për herë të parë në Zvicër, shoqatat shqiptare nga kantone të ndryshme janë bërë një, për të nderuar sakrificën sublime të familjes Jashari dhe dëshmorëve të Kosovës. Kusht tjetër, përveç unitetit ton, dëshmon kaq fuqishëm se sakrifica për liri na bashkon mbi gjithçka, dhe se historia e kombit ton jeton në çdo çast me ne në emigrim. Ky organizim në fakt nuk do të kishte marrë forëm pa këmbguljen për kushtimin dhe energjinë e palodhur të zonjës Mirishahe Limani Hiler, themeluese e shoqatës Dora Distria. Po, e meriton. Që në thirrjet e para të kësaj iniciative, ajo na u drejtua si një zë i vendosur për të bashkëpunuar. Gjatë gjithë procesit organizativ, ajo dëshmoi jo vetëm profesionalitet, por edhe bashkëpunim dhe ishte tamam në pozicionin e leadershipit. Motoa e saj ishte dhe është: së bashku mundemi. Janë të panumërta mesazhet e dërguara, telefonatat e bëra, emailët e shkruara dhe kilometrat e përshkruar për të ardhur në këtë ditë sot. Orët e punës së dhëna nga këto shoqata nuk janë orë të zakonshme.
pune, por janë orë dashurie për atë dheun. Për fëmijët janë orë jashtë klasave, bankave shkollore. Për studentët tanë janë kilometra të tërë dhe orë të tëra jashtë auditoreve studentoreve. Shtoj se jo vetëm për ne, por edhe për shumë prindër që kanë shoqëruar sot fëmijët e tyre, kjo lidhet edhe me kosto financiare. Megjithatë, ju siguroj se të gjitha këto bëhen minimale, bëhen të vogla, kur reflektojmë përpara familjes Jashari dhe dëshmorëve të Kosovës. Ne sot flasim, këndojmë, vallëzojmë, jetojmë shqip rreth sofrës sonë bujare edhe në emigrim. Sot jemi krenar për origjinën tonë, për gjuhën dhe për kulturën që kemi trashëguar. E ne nuk i mbajmë këto vlera vetëm për vete. Obligimi ynë i parë për ta përcjellë këtë është edhe tek fëmijët tanë. Krenaria që na dhan dëshmorët e lirisë shndrohet në urë lidhse edhe mes komuniteteve të tjera që jetojnë këtu në Zvicër. Falë sakrificës sublime të familjes Jashari, ruajtja dhe kultivimi i gjuhës dhe kulturës sonë në Mërgat, qoftë përmes një kënge apo një valle autoktone, është një fitore e heshtur, por e madhe, është një amanet. Të ruash identitetin dhe njëkohësisht të ndash vlerat e tij me respekt me të tjerët, është edhe një privilegj i jashtëzakonshëm që këtë na i mundson Konfederata Helvetike. Kur flitet për historinë, për sakrificën dhe për themelet e lirisë son, familja Jashari na bashkon kudo në çdo cep të botës. Dhe le ta themi qartë, ky është vetëm fillimi i një uniteti të qëndrueshëm i shoqatave kulturore shqiptare në Zvicër. Kjo ngjarje sot nuk është vetëm një manifestim përkujtimor artistik, kurora e lirisë është një premtim. Premtim se nuk do ta harrojmë kur historinë tonë, se do ta mbajmë gjallë kujtesën, gjuhën, kulturën, vlerat dhe zakonet tona. Lavdi familjes Jashari, lavdi të gjithë dëshmorëve të lirisë së Kosovës. U mbledhshim gjithmonë për gëzime e festime, që kjo ngjarje të mbetet në fakt në histori, kemi përgatitur për ju edhe një broshurë që do ta gjeni përjashta në korridor kur të mbaroj kjo pjesë. Shumë faleminderit dhe suksese pjesëmarrësve që do të ndriçojnë këtë skenë. Tani është koha e përmbledhjes së prezantimit të shoqatave kulturore shqiptare. Përveç shoqatave, kemi edhe shumë ansamble kulturore, shoqëri kulturartistike nga anë kënd kantonet e Zvicrës. Pra juftojmë të shijoni performanca nga artistët shqiptarë në Zvicër, si dhe një interpretim instrumental të muzikës tradicionale shqiptare. Të kënaqemi bashkë.
familje e madhe që si tu të kërkuj. Një loke me shamije, një bot me plis, nuk lën armiku, men hi me dis. Shumë jem selmu, po kur s'jem dërzu, edhe pluma të gju, kongën e kem knu. Për 100 vjet na e ndrojmë historinë, se na i falim jetën, po se falim lirin. Kush mori pjesë në protesta masive, kush u bot merë, ësull mi shkive. Një djall ka prekazi që së një dërzimin, kjo pushk shqiptare që jashtin trishtimin. Emirin Adem, bashkë si njeri i parë, me mje kërk madh dhe një plisin e bardh. Than kush po janë nalë kësaj Serbi e Turin, a që ka dit lindjen, bashkë me flamurin. Emrin Ademe, sytë si Shqiponja, jam historia dhe qmetri shkronja. Unë jam Drenica, qeta nalturin, e kam dit lindjen, bashkë me flamurin. Unë jam Drenica, qeta nalturin, e kam dit lindjen, bashkë me flamurin. Drejta saj kulle, dritë kur bën hamen, mesin e djemve, ku hullet nana. Ftyra e trimit, i qesha saj loke, thot s'kem ku me shkojnan për tek saj toke. Shumë para këtyne, forcën e ka mat, po asta se ka larg, jo, derin taksirat. Tu e dredhun stakun e tupit cigare, vëzhgon armiku del bandi dritare. Pura po mdo këtë që shkijet për rasën, pop e daj nga kof për hajkje dasën. Me grajnë me fmi, me pleqe me tri, lufton një shartë me një ushtri. Pushka e fitimit, e thret të shkrimin, o krejt ke me vdik ishtu e kem dhan betimin. E u besa bes, një bes e kam dhan, po ja kem mërnu, ja kem mu shkrit të tanë. Emrin Ademe, sytë si Shqiponja, jam historia dhe qmetri shkronja. Unë jam Drenica, qeta nalturin, e kam dit lindjen, bashkë me flamurin. Unë jam Drenica, qeta nalturin, e kam dit lindjen, bashkë me flamurin. Duar trokritje. Kishim shoqërinë e Albakult nga Osmundingen, ndërsa në vazhdim do kemi ansamblin Vatra me këngën Jam një lule e Dugaxhinit, pastaj kënga Voglusha Laura Krasniqi.
nazi Rridhen male, që mali dete Në përshtete o pse na drejte Se në dave që punëton O Europor shqiptar potojnë Mos e haro kur se jemi shqiptar Ka qena miliona e frim ma të ndar Që ku vore Shqip janë troje të antare Do ta qojnë ka murin Shqipërinë e madhe Do ta qojnë ka murin Shqipërinë e madhe O flamur, një mesit, Të nderuar të pranishëm, programi ynë vazhdon pas një pauze të shkurtër.